në rezonancë kapaciteti I diagnostikimit fillimisht edhe I trajtimit një pacient me demencë është I plot, mund të them bën gjitha. Për të diagnostikuar një demencë fillimisht fillohet me shejat, me simptomat e cilët I përmendëm pak më herët, me simptomat e harresës. Edhe kur një pacient vjen me këto simptoma, na fillojmë procedurat e diagnostikimit. Çka duhet bëhet në këto raste janë analizat laboratorike, të cilat janë rutinore, ne kemi disa laboratore me të cilat funksionojmë. Mas kësaj vjen imazheria, konkretisht rezonanca magnetike. E kokës. Rezonanca magnetike e kokës, normal. Rezonanca magnetike e kokës, edhe këtu I kemi 2 rezonanca, jo një, po I kemi 2. Edhe në rezonancë magnetike shpeshherë I gjejmë arsyet e demencës. Shpeshherë kur pacientat janë me demencë, kur I realizojmë një rezonancë magnetike e vrejmë që truri ka hup masën e vet, është atrofu. Sidomos në ato pjesë të cilat janë